në ekran. Plase Ledio. Këtu s'po ngatroj Tikun dhe Panon, se s'kan kohë të menen tani dhe me politikë ndërkombëtare dhe marrëdhënie ndërkombëtare, po menen me Sebastianin. Sebastian, shkurtimisht fare, çka ka rezultuar nga telefonata 90 minuta që ka bërë sot Trumpi me Putinin dhe ky është lajmi i fundit? Me sa kemi parë në media, ka rënë dakord që duhet bërë një pushim, por çfarë detaje tjera ka? Po t'jap disa detaje shumë interesante. Me pika, po, një. Që edhe unë i pash me shumë kërshëri, faktikisht. Ky konflikt duhet përfundoj me një paqe të qëndrueshme. Paqe e qëndrueshme do të thotë që do ulen tavolinë dhe do të flasim pik për pik se si do të shkohet tek paqja. Pika e dytë është se po lexojmë deklaratat që vijnë nga Kremlini, por gjithashtu edhe nga SBA-t. Është folur për detin e Zi. Pra dalja e Rusisë në detin e Zi ka qenë një kusht i rëndësishëm, gjithashtu dhe dalja e Ukrainës në detin e Zi. E kanë Krimen. Po, por varet nga aksesi që është, çfarë do të ndodhi, do t'i njihet apo jo Krimea, pra është bërë një bisedë gati 2 orë ku Donald Trump dhe Vladimir Putin kanë diskutuar me njëri tjetrin. Armpushimi 90 ditor mund të ndodhë, Rusia ka pranuar që do të tërhiqet nga bombardimet e termocentraleve dhe mund të ketë tërheqje të tjera. Do të shihet çfarë do ulin këto, prodhimin e armëve. Kjo do të ndodhë. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme është, kanë folur për lindjen e mesme. Pra, SBA-t dhe Rusia... Dhe kanë përmendur lindjen e mesme dhe më duket se ka lidhur me Arabinë Saudite ky Trumpi apo jo? Jo, e kanë lidhur me Izraelin dhe e kanë lidhur me Iranin. Pra po flasim për një bisedë... po ka thënë Irani nuk duhet të jetë kur? Me armatim bërthamor, por në krahun tjetër do të shohim se çfarë garancish kanë ofruar për Iranin, sepse Rusia është aleat i Iranit. Pra në këtë kuptim është një bisedë e gjerë. Është hapur loja, domethënë, nuk kanë bërë thjesht e paqen. Është një bisedë e gjerë. Shkojmë tek ajo që teoricienët të ndryshëm të marrëdhënieve ndërkombëtare, si Graham Allison apo si John Mearsheimer, thonë se amerikanët po mbyllin Ukrainën dhe po mbyllin lindjen e mesme sepse duan të shkojnë drejt Kinës. Bashkë me rusët. Atë nuk e dim. Kështu thotë pra, dy udhëheqësit janë dakord se një ardhmë me një marrëdhënie bilaterale të përmirësuar midis SBA-s dhe Rusisë ka avantazhe të mëdha, kjo përfshin marrëveshje ekonomike të mëdha dhe stabilitet gjeopolitik kur paqja është arritur. Paqja duhet parë sepse duhet kuptojmë një gjë. Tani do të presim reagimin e evropianëve, pasi janë evropianët ata të cilët do tulen tavolinë me Rusinë për një arkitekturë të re sigurie. Pra në këtë kuptim duhet shohim edhe se çfarë do të bëj pala. Ndërkohë që evropianët po vazhdojnë të bëjnë sismice sepse duan të ftojnë Kanadan të bëhet pjesë e BE-s. Dëgjove lajmin se apo. Nuk bëhet dot. Mi po çon si ka? Po qarkullon ky lajm gjithandej. Jemi presim tha Ursula të gjitha. Evropianët nëse marrin sërish Britaninë dhe fusin Turqinë në Bashkimin Evropian, krijojnë thellësi strategjike. Turqia ka këmbësori shumë të madhe, Britania ka armë atomike. Pjesa tjetër pastaj janë biseda. Ja lollo. Kjo Kanada se bëhe shumë interesante pra. Nëse, këto ishin 2 lajmet e fundit që ishin ditën e sotme, s'mund t'i linim se është e martë dhe jemi live. Kalojmë me njëherë te aktualiteti këtu në Katund Ledio dhe plaset fabula tjetër në ekran.